Kryeministri Edi Rama përmes një video mesazhi në faqen e vet në Facebook tha se nga 1 janar i vitit të ardhshëm paga minimale do të shkojë në 500 euro, ndërsa deri në fund të mandatit do rritet në 700 euro. Rama theksoi se pensionistët do të kenë vëmendjen më të madhe në buxhetin e vitit të ardhshëm me 100 milion euro shtesë, shifër që do dyfishohet në 2027 dhe në vijim. Në projekt buxhetin e vitit 2026 që sapo ka shkuar në parlament, padyshim pjesën e Luanit e zën pensionistët. Ata e fillojnë vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë, përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishojmë shtesën 200 milion euro, plus indeksimi 45 milion euro. Në 2028 e trefishojmë 300 milion euro, plus indeksimi 46 milion euro. Në 2029 e katërfishojmë, plus indeksimi, dhe në 2030 e pesëfishojmë, plus indeksimi. Pra janë rreth 1.7 miliard euro më shumë që pensionistët do të marrin, një shumë e konsiderueshme nga investimi ynë gjatë këtij mandati të katërt qeverisës. Nga 1 janari 2026 do të rritet paga minimale për 307.850 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar prej 500 eurosh, ndërsa në këtë mandat paga minimale do të arrijë në 700 euro. Siç kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë me 90 milion euro edhe shtesën e kostove për 9 muaj në sektorin privat. Ky jam unë dhe këta jemi ne. Themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi. Dhe ato 83 mandate që ju na vat për qeverisur Shqipërinë në mandatin ton të katërt, për ta ulur në tryezën e Bashkimit Evropian si të barabartë ndër të barabartët, janë 83 arsye më shumë deri dje për të mos fjetur gjumë, për të punuar pa pushim dhe për t'ju kthyer ju me gjithë pasionin, vullnetin, këmbguljen, durimin dhe dashurinë e mundshme për të nderuar besimin e jashtëzakonshëm që na dhat një privilegj të jashtëzakonshëm, tha Rama.